Festa e luleve, një nga aktivitetet më të dashura pranverore për qytetarët, nis me 1 maj dhe do të zgjas për 1 javë, duke kthyer qytetin në një skenë të hapur festive. Sara Smaja, drejtore e kulturës në Bashkinë Shkodër, tha se festivali do të hapet me një panair të luleve, një traditë të hershme shkodrane në kultivimin dhe kujdesin ndaj luleve. Përveç panairit në sheshin dhe pedonalen e qytetit, do të zhvillohen aktivitete argëtuese dhe edukative për fëmijët, përfshirë punëtori artizanale dhe krijuese. Këtë vit do jetë festa e luleve 1 javë festime, ne nisim me datën 1 maj, pra nesër. Do të ketë panaire të luleve, sigurisht dekoret e qytetit me lule. Lulet do jenë kryefjala e kësaj feste, siç është edhe tradita e shkodranëve që gjithmonë kanë kultivuar lulet dhe ky njihet si qyteti i trëndafilave dhe luleve në përgjithësi. Do ketë organizime të ndryshme, punëtori për fëmijët, për mbjelljen e luleve, pak edukim mbi se si duhet kujdesemi për lulet edhe për bimët në përgjithësi. Do ketë aktivitete kulturore pafund, qendra kulturore e fëmijëve është pjesë e këtyre festimeve. Do ketë koncerte çdo natë tek Pedonalja, duke thuar që nga data 1 me datën 2, me datën 3 festës luleve i bashkohet edhe Swing Marathon, që këtë vit do jetë një gjë shumë e veçantë sepse do jenë 2 festa bashkë. Dhe me datën 6 bëhet përmbyllja e këtyre festimeve, do jetë një javë e mbushur plot me ngjyra, me fest, me çdo gjë. Mbrëmjeve atmosfera do të kulmojë me koncerte live në pedonalen e Shkodrës.